Ekspozita Impresione Urbane ka hapur dyert mbrëmjen e të premtes në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia të Durrësit. Punimet e realizuar në 4 teknika, akuarel, vaj, pastel dhe grafika me ngjyra, pasqyrojnë kryesisht panoramat peizazhit urban nga ndërtesat, rrugiset e vjetra dhe deri tek qytetet historike të vendit tonë. Autorët e saj janë me profesion arkitekt dhe mjaft të njohur në fushën e tyre, por në këtë ekspozitë kolektive janë prezantuar me punime në pikturë. Bëhet fjalë për 4 arkitektë të njohur: Maksim Mitrojorgji, Valentin Voshtina, Piro Stefa dhe Orsi Plasa, të cilët kanë sjellë për ardashtit Durrësak rreth 100 punime, kryesisht peizazhe urbane të qyteteve shqiptare. Piro Stefa, njëri prej autorëve, u shpreh për Adrianet. Është e kundërta. Ne jemi arkitektë, po përpiqemi pastaj edhe që pasionin ton në fushën e artit ta materializojmë. Kemi krijuar një grup arkitektësh prej 4 antarësh: Maksim Mitrojorgji, Valentin Voshtina, Piro Stefa, unë edhe Olsi Plasa, të cilët kemi vendosur një moment që të bashkohemi bashkë me krijimtarinë tonë, jo më në fushën e arkitekturës, projekte të objekteve dhe të planifikimit të qytetit, po vepra arti të lira të pasionit tonë. Piktorët Durrësak janë shprehur se ekspozita mban vlera të mëdha, sidomos për sa i përket dokumentimit të zhvillimit urban në qytete të ndryshme në Shqipërisë, por njëkohësisht shprehin keqardhjen që Durrësi nuk ndodhet mes 100 tablove të 4 arkitektëve. Skulptori Qasim Kërtusha është të shprehur. Po është një peizazh urban gati të Peru dhe të kaluar artefakt. Pra, këto na sjellin një pjesë të studios tyre, një pjesë të emocioneve tyre, një pjesë të punës tyre. Këto ka dhënë kontribut në ndërtimin e Shqipërisë, projektet të tyre, po këto i kanë të veçanta, kanë marrë inspirimin nga kjo traditë dhe fillojnë përpunojnë. Pra, është një grup me një kontribut shumë të madh. Duke filluar nga Maksi, po Stefa, Voshtina dhe Olsi Plasa. Dhe njëri pak më moshme. Pra, Durrësit i bën mirë kjo. Ekspozita Impresione Urbane do të qëndrojë e hapur deri më 25 janar 2026.